Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të sjellur lajme të bukura pranë jush. Do me thënë Monitor TV këtë gjën e ka të veçantë, se në përditshmëri mundohet që të merr më të mirën e të gjithë artistëve shqiptar edhe ta sjellën pranë jush. Të komentuara jashtëzakonisht shumë, të përfolura tepër, janë dy presidentet e televizionit më të rëndësishëm dhe më me shumë peshë shqiptare, televizioni Top Channel. Sara Hoxha është komentuar shumë për marrëdhënien e saj me Ledionin, është përfolur tepër rrugtimi i tyre, ka patur hamendësime të ndryshme, por ne jemi munduar që të qëndrojmë brenda kornizave, do të thonë mos e skalojmë në gjëra brutale që realisht un kam dëgjuar për këtë çift. Pas një suksesi të jashtëzakonshëm, do të thënë viti 2026, unë e them që për presidentet Lorin dhe Saren, edhe pse çdo vit në fakt është i suksesshëm për to, po ky vit është edhe më i suksesshëm sepse ka sjellur një frymë të re në familje, ka sjellur një brumë të ri në familje. Lori Hoxha dhe bashkëshorti i saj, një biznesmen tepër i njohur në medien apo në tregun e biznesit shqiptar, kanë filluar një kapitull të ri në jetë, përpos kënaqësisë që të dy kaluan bashkë, do me thënë e mbajtën dhe vazhdojnë ta mbajnë në fakt marrëdhënien e tyre jashtëzakonisht private, siç duket Lori nuk e preferon shumë këtë jetën publike dhe çuditërisht në fakt nuk ka qenë shumë e angazhuar në jetën publike. Sot kanë marrë një epitet të ri, do me thënë kanë marrë një kapitull të ri në jetë. Do të përjetojnë dhe ato siç ka përjetuar Sara dhe Ledioni, të qenurit baba dhe nëna është në fakt është ndjesia më e bukur. Ato të cilët e kanë përjetuar e dinë shumë mirë se çdo të thotë të bëhesh prind, të kesh fëmijë në krah dhe të rrisësh ato fëmijë. Lori Hoxha është bërë me një djalë, do me thënë familjes Bajraktari, i është shtuar një djalë. E lumtur Sara për këtë arritje në familje. Ajo po e manifeston dhe po e shijon këtë momentin. Lori sot ka marrë epitetin e nënës dhe jam i bindur që në vazhdimsi do të nxjerrën dhe fotografi në rrjetet e saj sociale, ku do të publikon tashmë familjen e bukur. Një emocion që erdhi nga një dashuri e fortë, një familje që erdhi nga një dashuri stabile me këmbë në tokë, sot marrin një kapitull të ri, marrin një rrugtim të bukur në jetën e tyre. Lori me patjetër që ndjet e lumtur dhe krenare në këtë rrugtim, gjithashtu dhe bashkëshorti i saj, por edhe familja e Sarës, Ledionit, sepse Sara ka marrë epitetin teze. Ne këtë lajme kemi marrë nga informacionet të afërta me familjen, të cilët janë shumë të gëzuar që në jetë u ka ardhur edhe një djalë, që me patjetër në momentit në vazhdim do t'ua sjellim të dhënat se çfarë emri i kanë vënë djalit. Unë i uroj djalit të jetë të gjatë, të shëndetshme dhe uroj që të bëhet i suksesshëm ashtu siç janë prindërit e tij.